Përshëndetje, jemi në podcast, jemi në Radar. Ditën e sotme do të flasim për një ngjarje që ka shkaktuar bujë të madhe mediatike, por jo vetëm, por edhe një shqetësim në rrethin e të gjithë familjarëve, të qytetarëve, për shkak sepse dy zonja të mbuluara, të dyshuara si shtetasi Rajani janë shfaqur pranë ambienteve të shkollave dhe duket se kanë tentuar të rekurtojnë fëmijë. Ky të paktën ishte pretendimi që u dha në media. Për të diskutuar mbi këtë tematikë kemi të ftuar avokatin e nderuar zotin Zaçi Islami. Zoti Islami, faleminderit shumë që jeni me ne. Faleminderit për ftesën. Besoj avokat që ju lutem prit. Në radhë të parë i keni atë fjalën të dyshuara. Në media nuk dilet me dyshim. Në media mi dilet o është ose është. O janë iraniane o nuk janë. Të mos ngarkojmë me përgjegjësi njerëz që nuk takojnë ato lloj përgjegjësie. Akuzat janë të vështira për të provuar. Prandaj jemi më të kujdesshëm. Vazhdojmë. Keni shumë të drejtë, zoti avokat. Ju e keni ndjekur ngjarjen, si e komentoni ju atë? Por nuk e kam ndjekur ngjarjen se s'më lën zilet e mia të dëgjoj këmbërtet të tjerëve thonë atë nga antë e mia, po më mjaftoi prononcimi juaj edhe një dy mediave të tjera, dy portaleve të tjera që më pyetën për këtë çështje dhe po ju them vetëm kaq. Na kanë sjellë këtu në Shqipëri një qiban për rreth 3000 vjet sa janë bërë ata të mantës tani, që avash ata po bëjnë vendas, po bëjnë zot vendi, po integrohen në shtetin dhe në vendin në kombë shqiptar. Ata zotëri duhet të heqim një orë përpara këteja, sepse ata nuk janë miq tanë. Ata janë të importuar këtu dhe i ka sjellë këtu politika izraelite dhe të shkojnë ande nga kanë ardhur. I marrin ata që i kanë sjellë këtu. Ne nuk kemi punë me ta. Nuk janë pak advokat me të strehojnë me të bëjmë. Ata kanë teknologji moderne, kanë të tëra që duhet atje, për ata janë një shtet, një mini shtet brenda shtetit. Duhet, janë një qiban këtu në ekonominë, në trolli shqiptar, janë për atë që ti ke një orën parë. Kam në dorë ta bëj, s'kam në dorë ta bëj. Thjesht faktin atë që kam dorë po e bëj, denoncimin që ata duhet t'i një orën parë tej. Avokat, e rrezikshme është që ata ndodhen pranë ambienteve të shkollave në një kohë ku aty janë dhe fëmijët, janë gjatë pushimit të madh dhe mund të kenë kontakte me këta persona. Të vihet në punë policia e shtetit, shërbimi informativ, familjet e tyre, mësuesat e shkollave, të vjen të shtojnë vigjilencën, të vendosin roje, të kontrollojnë kush del, kush afrohet tek fëmijë. Me çfarë gënjejnë, me çfarë miklojnë që t'u afrojnë dhe pastaj e din vetë ata se të bëjnë, sepse tregtia e fëmijëve vazhdon pa ndërprerje në gjithë botën. E bën kjo akoma më të rrezikshëm faktin meqense Irani është në një luftë me Shtetet Bashkuara të Amerikës që është duke vijuar, duke zhvilluar negociata të vazhdueshme mes palëve. Sa e rrezikshme është kjo për Shqipërinë duke lidhur me këtë kontekst? Sa i përket asaj që më dhe për të shikoj këto negociata ato janë si negociatat e ujkut me qëngjin. Ujku ishte 100 metra lart dhe qëngji ishte 100 metra poshtë dhe i thoshte më ke tërbulluar ujit. Të gjë bën Amerika tani me Iranin. Amerika u vu në dispozicion total po e themi dhe është për turp të presidentit amerikan që filloi një luftë me iranianët për interes të Izraelit. Izraeli zotëri është origjina e çdo të keqe në botë, jo në lindjen e mesme, në gjithë botën. Ata janë që i bën lustra, izraelitët, çifutët janë që i bën, që kanë bërë të gjitha lustrat botërore deri më sot, që nga mesjeta edhe deri tani. Ata i financojnë, ata i nxitin, ata i frymëzojnë, ata i drejtojnë. Pra, Amerika në këtë rast nuk është në luftë me Iranin, është në luftë me gjithë qytetarët e botës janë për paqe dhe për drejtësi. Kemi kampin e mujahidinëve këtu në Manz që po prodhon edhe këto ngjarje që ne po i komentojmë së bashku. Sa e rrezikshme është kjo për popullin shqiptar? Nuk e di sa janë të vërtetuar për thoni juve, por nëse janë të vërtetuara, ky është një rrezik imediat që duhet shmangur me çdo mjet dhe me çdo kusht. Qeveria shqiptare, qeveria Quisling shqiptare, se nuk është qeveria jonë, janë Quisling që shërbejnë interesave të huaja anti-shqiptare dhe kemi një kryeministër që udhëhiqet dhe që orientohet dhe që praktikisht komandon një hebre i punëtuar te kryeministri juaj, që
i cili bën që Shqipëria të funksionojë dhe të punojë për interesa të Izraelit. Këtu jam totalisht kundër, kërkoj që qytetarët shqiptarë që dalin zot vendit ta qërojnë këtë kryeministër nga karrika e pushtetit, ta qërojnë këtë forcë politike nga skena politike dhe të mbrojmë interesat tona kombëtare. Mujahedinët e Iranit nuk kanë punë aty. Ata janë kundër popullit të tyre, janë kundër vendit të tyre, se ky është një rast lufta që shpërtheu atje zotëri, duhet i kishte bashkuar opozit siç ndodhi në vende të tjera. Gjë që ata janë kundër vendit të tyre dhe derisa nuk duan vendin e tyre, patjetër që dhe mua nuk duan. Avokat Jushuani, pse mendoni që këta persona kanë zgjedhur shkollat për t'u vendosur aty? Çfarë treguesi është ky? Patjetër që kanë një plan. Dhe s'bëhet fjalë fare, s'pun kanë me shkollat ato. U vjen keq për fëmijët tanë kështu. Jo më zotëri, jo. Ven, ato janë të dërguara edhe dërgojnë gra, pasqyrin fakt që dori burra dhe ata janë luftëtarë të tërë që ta dini. Ata janë të servitur për luftë. Me ata duhet pasur shumë kujdes se kemi një tik pas shpinë. Janë të hapë të rëmbejnë, të vrasin, të grabishin dhe të mos merren veshish. Prandaj ata duhen qëruar njëren përpara nga Shqipëria dhe prandaj u them familjeve shqiptare që kanë fëmijët në shkollë të kontrollojnë fëmijët dhe ekzistencën e fëmijëve në shkollë, të shikojnë me këtë qërojnë çfarë bëjnë, këtë takojnë, çfarë bisedojnë. A është e mundur që këta persona të rekrutojnë edhe njerëz të rritur në një të ardhme? Në mos e kanë bërë patjetër që do ta bëjnë. Do të shtonte akoma më shumë armiqësinë kjo me shtetin iranian? Do të shtonte më shumë armiqësinë kjo me shtetin iranian? Ne si popull shqiptar kemi në një armiqësi me shtetin iranian, përkundërzi. Kemi pasur një konsiderat dhe një respekt të jashtëzakonshëm për figurat e shquara iraniane, për shkencëtar, për poet, për mjek, për astronom iranian që janë të njohur në gjithë botën. Avicena për shembull është i pamohueshëm në gjithë globin. Nuk kemi gjë me iranianët neve. Ne po na vën, po e ndërsejnë Edi Ramën siç i thon aty qenit kafe, ashtu po e ndërsejnë Izraeli Edi Ramën që të sulmoj dhe të kundërshtoj Iranin. S'na ka bërë gjë Irani zotëri. Ne të keqen e kemi nga çifutët. Ju e keni ndjekur me interes luftën, ne e komentuam edhe pak në fillim ku jemi në këto momente, pasojat e saj, për sa kohë do ndihen avokat? Pasojat e luftës maten me 10 vjeçar, zotëri, nuk maten me vite. Shikoj pasojat e luftës në Irak, shikoj në për këto vendet e pranverës arabe të afikuajturës, shikoj në Ukrainë, shikoj kudo, lufta ka vetëm të merë dhe gjak. Dhe luftën e urdhërojnë miliarderët e Wall Streetit, Washingtonit dhe të Londrës dhe gjakun paguajnë qytetarët. Avokat, sipas jush, kush e ka fituar këtë luftë? Deri tani Irani fituar. Dhe të thonë sa të duan amerikanët që kemi fituar. Gorica në pikla kanë fituar, asgjë s'kanë fituar. Asnjë gjë s'kanë fituar. Propagandë bëjnë. Nuk fitohet lufta me Iranin, zotëri, janë të tërë në tokë ata, s'ke ku i gjë. Avokat, duke ju referuar përsëri ngjarjes që ne jemi duke folur, çfarë masa sipas jush duhet bëj policia që mos prodhohen ngjarje të vështira dhe të rënda në të ardhmen? Policia e shtetit duhet të ketë nën kontroll 24 orë në 24/7 ditë në javë kampin e mujahedinëve, nga shkojnë, ku shkojnë, me këtë takojnë, çfarë bëjnë. Ata duhet jenë në çdo kohë nën kontroll. Në çdo sekond të ditës e të natës, 24 orë thash në javë, 1 vit, 2 vjet, 5 vjet, sa të jenë aty duhet jenë në kontroll të vazhdueshëm. Janë rrezik, po e the prap, janë të rrezikshëm. Kaq. Gjatë këtyre viteve të aktivitetit të tyre në Shqipëri, mendoni që kanë bërë akte armiqësore këtu? Nuk e di, s'kam të dhënë, kanë pyetje që duhet bërë oficerëve të shërbimit sekret shqiptar dhe të policisë shtetit. Ata kanë për detyrë që kontrollojnë këto gjëra, jo unë, jam avokat.
Unë me që marrësh nga mediat, me që dëgjoj, me që thonë, me që publikohet, dënoj ato veprime që janë për të dënuar, që janë kundër interesave tona kombëtare, kaq këtë kam në dorë, s'kam gjë tjetër. Ky podcast vjen për ju me mbështetjen e X1, Philip Lane Residence dhe 1001 Solutions.